Ndeshje e rëndësishme, po jo vendimtare, jo që vendos gjithçka, për shkak se thash se ka shumë ndeshje deri në fund, janë edhe 30 pikë, domethënë në lojë deri në fund të kampionatit. Po sigurisht luajmë në shtëpi, është stadiumi unë edhe kemi atë rezultate shumë të mira që na kanë përcjellë si vendas. Do të këshyrim normal të marrim maksimumin, po përmes lojës, përmes asaj që na ka karakterizuar deri në këto gjëra luftës edhe grupit që kemi, skuadra lunë si grup, është shumë e rëndësishme dhe mendoj që mund mja dalë të marrim rezultate pozitive në këto ndeshje që kanë mbetë, që të arrijmë objektivin që kemi, që normal që dihet që është Superliga. Na i bëjmë thirrje domethënë edhe tifozërisë tonë, drenasit, po edhe qytetarëve tjerë që kanë dëshirë të shohin futboll, do të jetë një ndeshje po aq interesante sa Liria Vushtrria. Sigurisht qytetet e më të mëdha që janë e bojmë pak diferencën në këtë aspekt, po shpresoj që të ketë një numër të madh tifozëve edhe në ndeshjen tonë. Po, është një derbi me shumë rëndësi, një lojë shumë të veçantë. I presëm në shtëpi dhe jemi të përgatitur për atë lojë dhe do të bëjmë gjithçka për me marrë 3 pikë në atë lojë. Edhe këtë javë kena një ndeshje shumë të rëndësishme që ndoshta edhe kjo nuk është diçka që cakton a jena në objektiva ajo, sepse kena me gjithë konkurrent direkt, i kena lojtë si vendas, por normal që synimi jonë është që çdo ndeshje të hyjmë për fitore. Nuk është që edhe pse kena pas disa rezultate jo të favorshme, por nuk është që jena në presion të rezultateve, do hyjmë shumë të qetë në lojën që kemi në vikend me Lirin dhe besoj që do ja dalim sepse këtu brenda kena treguar edhe më herët që jena ekip shumë i fortë. Trajneri i ri e dim që ka sjell një frym tre në ekipin e Liris, por mendoj që ndoshta ata duhet të jenë më në presion se sa na, sepse na jemi më lartë se ta dhe po ashtu luajmë në shtëpinë tonë. Dhe për këtë mendoj që jemi më favorit.